që u thamë edhe në fillim, thjesht tua bëjmë jetën më praktike edhe t'ju ulim kostot në familjen tuaj. Do ju tregojmë sot se si mund të përgatisni një detergjent për lavastoviljen me gjithë çka ndodhet në shtëpi. Shumë më praktike, besoj edhe ndoshta funksionin e kryen më së miri, e rëndësishme është që nuk do shpenzojmë para dhe mund të realizojmë vetë me ndihmën e një influencere, por gjithashtu mikesh shumë e mirë e këtij programi, që është pikërisht Erdona Bjeshka. Mirë se vjen dashur. Kresi që rikthehesh në familjen e Mezrit. Dhe faleminderit për këto këshilla praktike. Po pse jo, kemi mundësi ti ndajmë së bashku, të ndihmojmë edhe zonjat në shtëpi që na shikojnë për herë. Kush është e rëndësishmja? E rëndësishmja është, domethënë, ekonomia që neve të kursejmë dhe sigurisht shikojmë edhe shëndetin, sepse duke ditur që detergjentet kimikatet neve nuk dim se çfarë përmbajnë, por dim që përmbajnë mikroplastike që ato pastaj përfundojnë në trupin tonë. Kështu që bëjmë mirë. Sepse duke shkarkuar ujin, ajo shkon, domethënë, në lumenj, në det, e ham peshkun, neve hajmë peshkun, pra është një zinxhir i tërë që praktikisht ndikon tek shëndeti jon, por edhe i ekosistemit. Mirë, nisim nga puna dhe ne do përgatisim sot një detergjent se si të pastrojmë lavastoviljen në shtëpi. Por do të na thuash nëse mund ta përdorim edhe vetë kur s'kemi lavastovilje për të larë renët. Ose më saktë ne do të përgatisim 2 kapsula të ndryshme sot për lavastoviljen. Do të përgatisim edhe shkëlqys. Gjithmonë për shkëlqysin e lavastoviljes, por që mund ta përdorim edhe për lavatriçe, mund ta përdorim edhe për të pastruar xhamat. Interesante. Për të pastruar ambientin. Do bëjmë 3 produkte që do ta shikojmë pas hapi. Nisim nga i pari. Çfarë na duhet, sepse më duket na mungon diçka apo i kemi të gjitha? Mungon. Çfarë na mungon? Një tas. Ena, mirë, se të ndihmoj unë shkoj e marr. Falni regjia. Gjithsesi, themi çfarë na duhet. Sot buke. Të gjitha gjërat që neve i kemi në shtëpi. Sot buke, limontoz, ilaçe në shilëngshëm, krip e trash. Nuk e shoh këtu. Kripën e trash, kjo duhet jetë limontozi. Po, kemi vetëm atje, me sa unë shoh. Jo, këto, sepse kjo është kripa. Kjo është kripa, po, kjo është kripa. Gjithsesi, domethënë duke e përgatitur, do shpjegojmë edhe çfarë kemi dhe çfarë nuk kemi nga përbërësit. Domethënë, vaj esencial, që është gjithmonë alternative. Për të shtuar aromën e mirë, për të shtuar, po vaj është edhe për higjenizues, është edhe antialergjik. Edhe ujë i demineralizuar. Si bëhet ujë demineralizuar? Duke e zirë në një enë ujin normal që kemi në rubinet e tona, avulli që del, që avullon, ujë kur avullon, avulli që shkon tek kapaku, kthehet përsëri në ujë. Ajo është, domethënë, ujë i demineralizuar. Pa minerale. Pa minerale, dhe shpëtojmë nga kjo fjallë. Tani e dashur, i kemi të gjithë përbërësit, a duhet një matje e masës sasisë së gjithë se cilit? Duhet. Tani, për versionin e parë, kapsula e para, na duhet edhe format e silikonit, se tani, unë sot ju kam sjellur versionin për kapsula. Kush do të përdori kapsulat, por pa merak, ajo mund të përdoret edhe me lugë. Por nëse do ta përdori me lugë, duke e hedhur direkt në pjesën ku vëmë kapsulën në lavapjatë, në lavastovilje, duhet ta bëjmë më të lëngshëm. Këto që do bëjmë neve sot janë të ngurta, kapsulat të ngurta. Atëre, fillojmë. Versioni parë është 250 gram sot buke, na duhen 5 pika vaj esencial, ujë, si që thamë, dhe 2 lugë gjelle sapun. I lëngshëm, që solla unë pak më herët. Atëre, hedhim sodën e bukës. Hedhim dhe pikat, i shtojmë. Sa pika? 5 pika, thamë? 5 pika, thamë. 1, 2, 3, 4, 5. Okej, u hodhëm. Tani edhe po i hodhëm 10 pika, nuk ka problem. Nami, i shtojmë edhe sapunin e lëngshëm. Tani, thamë që soda e bukës përdoret për gryerjen e gëlqeres, sepse uji shpesh është gëlqerar. Është një
I të parë që i dëmton në fakt edhe enët në larje. Atëre, 1 lugë, 2 lugë. Mundoni të gjeni ilaçin e enëve të lëngshëm para, më? Atëre. Çfarë i shtojmë tjetër? Do të shtojmë edhe... Dëmë thënë vajnë e shtuam, kripën. Sa kripet? Tani, këtë të parën e kishim... Kjo është kripet, besoj. Po, ajo është limon. Ajo është limontos, kjo është kripë. Jo, e para është pa kripë, sepse është më e butë, le të themi. Për ato enë që nuk kanë janë pak delikate. Po. Do është edhe për larjen e gotave? Po, për larjen e gotave. Edhe duhet kemi parasysh që gotat nuk mund t'i fusim dot me... Na duhet edhe silikoni, sepse pastaj do t'a hedhim në përforma. Pra duhet kemi format aty, ekipi... Tani, edhe pak uj, thamë. Uj. Kjo është për të na ndihmuar neve që ta ndajmë tek silikonat. Gjithsesi, çfarë do lloj silikoni që mund të keni në shtëpi, ju thashë që nuk është e nevojshme të keni se s'bën tani format e silikonit, sepse mund ta vendosni pastaj edhe në një kavanoz. Edhe si mas të jetë aty për ta shfrytzuar sa herë që ne. Format e silikonit. Nëse shikohet pa merak se dimorologjia. Po. Erdona. E tregojmë vetëm. Urdhëro? Po. Që publiku ta shoh. Kur themi format e silikonit, ka të një proces ngrirjeje më vonë? Prandaj, po. Prandaj, këto versionet që neve po bëjmë sot lihen 24 orë në ambient të përjashtëm, gjithë natën le të themi, dhe ato të nesërmen ngurtësohen. E qartë. Dakor, prandaj na u donin tani. Edhe njëherë, ne do t'i themi publikut se çfarë na duhet për të bërë kapsulat versioni i parë. Versioni i parë, po. I kemi Erdona, mund edhe të ndihmojmë përmes tekstit në ekran, për t'ja treguar edhe një publikut. Ndërkohë ti i thua, unë bëj gati këto. Na u deshën 250 gram sot buke, 5 pika vaj esencial limoni, ujë demineralizuar, 2 lugë gjelle sapun të lëngshëm dhe ky është versioni i parë, mund ta quajmë gentil, por pikërisht për të bërë dhe larjen siç duhet të atyre pjatave, enëve që ne kemi delikate, por dhe gotave do thoja unë. Mirë. Tani mund të ta mbush të gjithë. Kek. Mbështjellë vogla. Ne po vendosim përgatitjen në format e silikonit. Ndërkohë do bëjmë edhe versionin e dytë. Versioni i dytë është pak më agresiv, le të themi, për tenxheret, për tepsit, kur gatuajmë që janë që zën pak kore. Duhet keni kujdes gjithmonë me përbërësit edhe me gramaturat, sepse për shumë në këtë rast neve do i hedhim dhe sot buke, do t'i hedhim edhe uthull, edhe janë pak agresiv. Më të përqendruar, është më gryrës. Më të përqendruar, mund të dëmtojmë, le të themi, lavastoviljen, sepse nëse do ta përdorim shpesh, limontozi është për të hequr yndyrnat. Siç tham, soda e bukës për gëlqeren. Uthulla gjithashtu është gryrëse dhe ajo. Për të njollat e vështira. Po, kështu që do përgatisim edhe pjesën tjetër. Atër i bashkojmë këtu, sepse e kemi. Po i bëjmë për masat vogla tani. Pa tjetër, tani kemi për të bërë kapsulën. Versioni i dytë. Versioni i dytë që është pak më agresiv. Po, le të themi që është soda e bukës 100 gram, limontozi 100 gram. Okej. Limontozin e kishim... Ai që ke në dorë. Okej, kjo që është në dorë. Na duhet dhe kripa, dakord? Uthulla e bardhë, që është këtu. Tani neve këtu kemi hedhur vetëm limontoz edhe sot buke. Në mungon kripa, sepse... Kripa. Kripa. Edhe vaj esencial. Tani, duke qënë se këtë... Sa të mbërri kripa në adres, ne hedhim pikat e vajt esencial. Nuk ka problem, mos u lodhni fare, me që nga kam betur pak këtu. E shfrytëzojmë edhe këtë. Okej. Tani, ajo ka dhe pak ilaçenësh aty, po nuk ka problem. Nuk i bën keq, jo. Nuk i bën dëm fare, madje një mikesha ime, po më thoshte, ua, tha, pse unë tha, duhet i hedh gjitha këto produkta, unë i hedh direkt e ilaç. E nështa. Jo, e thash, unë gabim, nuk mund ta bësh atë vetëm me ilaçenë, sepse ajo është e programuar që duhet të marri produktet që duhet të marri. Sigurisht.
Tani tham 10 pika vaj esencial. E përzim, kjo duke qenë se ka edhe uthull, bën këtë reaksionin e shkumës, të kimik të shkumës, po mos u bëni merak sepse bie. Mirë, dhe kjo është masa, dhe ne e hedhim në formën plastika, apo jo? E hedhim prapë, nuk ka problem, se ato janë pak të mdhaja. Edhe në qoftë se i keni pak të mdhaja format, mos i mbushni deri në fund, nuk ka asnjë problem. Dhe pak më parë që ne mund të shfrytëzojmë njërën prej kapsulave, apo do bëjmë një opcion të tretë për larjen e xhamave? Për larjen e xhamave dhe për shkëlqys. Okej, a është opcioni? Unë e përdor edhe për zbutës rrobash. Vërtet? Po. I kryen të treja këto funksione? Të treja, po. Zbusim rrobat edhe shkëlqim. Madje unë kam pas përdorur edhe uthullën për zbutës rrobash, po duke qenë se ka pak aromë të rënd, që mbetet në që gjithsesi mund ta zbusim edhe me vajin esencial, pa merak fare. Kjo që do bëjmë neve sot është sa praktike, na kushton disa lekë rëndom këtu që tha. Po. Inshallah nuk na ndodh gjë se tani ças po dëgjojmë. Jo. Do një atentat. Nuk besoj. E hedhim në format plastike? E hedh pak format plastike, mos u bëni merak edhe nëse bëhet pak pis këtu për jashta. Po mirë se. Rëndësishme është në final. Atje ku do shkoj, zëna duhet e bukur. Po, edhe këtë e lëm 24 orë ose gjithë natën. Të nesmen kjo ngurtësohet. Dakor? Tani, nëse duam ta bëjmë të lëngshme, mund ta bëni edhe të lëngshme, thjesht do t'i shtojmë pak më shumë ujë. Jo këto të tjerat. Okej. Erdona, tani unë kam nevojë për ndihmën tënde. Më thuaj. Kabina e dushit. Që bëhet me ato njolla që nuk hiqen nga mineralet e ujit. Xhamat që bëhen po ashtu nga shiu i përditshëm, sidomos në këtë periudhë. Që bëm 3 muaj në shi. Që ka patur shumë shi. Çfarë duhet të bëjmë që t'i heqim? Ja këtë që do bëjmë tani. Sepse asnjë detergjent nuk funksionon. Mund ta bëjmë në forma plastike, ja ku është? Jo, nuk na duhet një shishe nga ato të xhamave të mbaruar. Fortekaz, si që themi. Po, Ajax, po bën tani reklam, po. Nga ato shishet, po, që sprucojnë. Po, boshe, na duhet limontoz edhe ujë që ja kemi hequr mineralet. Okej, pra kaç na duhet? Ujë pa minerale? Çfarë leckë duhet jetë për pastrimin? Të mira janë ato që janë pak si kamosh. Kamosh. Ato janë super të mira. Po edhe këto me mikrofibra dhe ato janë shumë të mira. Ato e kryejnë punën mirë. Tani çfarë gjeni në shtëpi? Sa minuta e lëm në xham për bërjen? Nuk ka nevojë fare, thjesht e sprucon direkte edhe domethënë e pastron në mënyrë rrembullake, domethënë rrethore, një herë majtës, një herë djathës. Si ta shikoni ju pastaj se varet në çfarë gjendje është. Çfarë na duhet edhe një herë themi publikut? Duhet limontoz edhe ujë. Kaq, pa mineral. Domethënë 50 gram limontoz dhe 200 mililitra ujë. Që është një gotë ujë, le të themi, dhe 50 gram limontoz. I bashkojmë të dyja. Uji është këtu. Po, uji aty edhe limontozi. Limontozi është këtu. Kaq. Ky është versioni i parë. Pastaj ka dhe versioni që mund ta bësh me limon direkte. Shtrydh lëngun e limonit, sigurisht duhet pak më shumë se 50 gram, domethënë, ajo është 50 gram limontoz, duhet më shumë. Dhe kjo heq edhe aromat jo të mira. Shkëlqyes dhe në cilat raste e përdorim? Shkëlqyes për lavastoviljen, sepse ka pjesën ku duhet edhe shkëlqyesi, duhet edhe kripa, duhet edhe, domethënë, do shumë harxhime lavastovilja. Kjo përdoret për xhamat, gjithashtu. Pastaj ka dhe ca variante tjera, për shumë për njollat e rrobave, edhe ajo është shumë interesante. Gjithmonë me limontoz, po edhe me limon. Domethënë, llogarisni limontoz dhe limoni bëjnë të njëjtin. Kjo është duhet ta përzim pak atë. Do ta përzim pak edhe sot Syriani i bën xham. Do ta marr me veten në shtëpi. Edhe do pastroj kabinën time të dushit. Të shohim sot se si duken xhamat. Po, doja të shpjegoja edhe për çështjen e gëlqeres që mbetet tek kabina e dushit. Po. Sidomos te koka dushi. Po, se un kam provuar, domethënë që edhe ta sprucoj direkt aty ta lë, po ajo duke qenë se rrëshket nuk e heq ashtu siç duhet. Çfarë bëj unë në këtë rast? Një qese, e mbush, e lidh gjithë natën. Sepse varet gjithmonë gëlqerorja është pak e vështirë për ta. Dhe mbush me ujë
limontos. Po, me për masat që tha. Kaq. Dhe lëm kokën e dushit, dhe gjitha i zmërqit dhe papastërti. Qose do pak më të fort i hedhe dhe uthull. I pas kemi patur dhe gjitha zgjidhjet në shtëpi. Po, në shtëpi pa, domethënë, po, pa kostot madhe, e sigurt për shëndetin, domethënë mos kini merak, sepse kam dëgjuar që jo, po kur bashkohet limontozi me uthullon ose me sodën e bukës, duhet e njerëz që kanë pyetje. Përse? Jo, fare. Neve edhe kur na dhëm stomaku, çfarë pim? I hedhim pak limontoz, pak sodë buke dhe pak sheqer, dhe ajo është e mrekullueshme për gazrat e stomakut. Pra, i kemi në natyrë zgjidhjet. Rrim pak të tualetit sepse kemi nevojë për këshilla. Çfarë mund dhe duhet të bëjmë për atë mykun që ndërtohet midis pllakave tualetit apo në pjesën e tavanit, në tualet dhe në shtëpi? Uthulla. Nuk dua t'ju këshilloj aqen. Sigurisht sepse me sa dim ne, aqja e kthen, e furnizon. Një detergjent e furnizon dhe e shpërndan. Vetëm uthull? Gjithmonë uthull, sodë buke, limon, janë, domethënë, dorë me një. Zgjidhja më e mirë. Janë zgjidhja më e mirë, edhe nëse keni mobiljet për shembull druri, që është origjinal. Po, është shumë e vështirë për të gjetur një detergjent i cili është i butë. Në këtë rast, dhe nuk e dëmton sipërfaqen. Uthulla me ujë vetëm. Uthull me ujë. Mjafton për pastrim. Nuk ka një aromë që mbetet pas në... Mbetet ajo aroma, po duke bashkuar me drurin jep një aromë shumë të këndshme. Unë ashtu e bëj parketin në shtëpi. Gjithmonë. Po. Wow, pra dhe për parketin e morëm. Është edhe shumë disinfektuese. Është edhe shumë disinfektuese. Mirë, unë kam një pyetje të fundit për që lidhet me shtupën, i themi leckën, çfarë nuk e quajmë ne. Nga larja në larje, realisht ka nevojë për një pastrim edhe të saj të mirë. Me uthull apo me sodën e bukës? Unë leckën e ndryshoj shpesh, me thënë drejtën. Përpiqemi shpesh, sa herë? Tani varet. Një herë në? Shikoni vetë, pastaj në pastë... Pastrimi që ndodhë të shtëpi, sa vetjan... Po mirë është të ndrohet shpesh, më thënë. Shumë rrallë herë, mund të pastroj dhe me aqe, sepse aqe sigurisht është shumë e fortë dhe ja heqë. Por, gjithmonë me ujë të nxehtë, sot buke, uthull, limontoz, gjithmonë këto janë edhe pak ilaç venësh. E ndihmon që të bëhet gjithë pastrimi siç duhet. Do ta lëm, gjithmonë do ta lëm pak në ujë. Okej, morëm një këshill të mirë. Ken ti ndonjë merak? Jo, unë apo i morë të gjitha përgjigjet sot? Kabinën time të dushit. Ky djalë do t'i përvishet punëve sot. Do ta bëj xix. Edhe një gjë. Uji që i kemi hequr mineralet, se s'po e themi atë fjalë. Demineralizuar. Demineralizuar. E themi së bashku demineralizuar. Atëre, atë lloj uji përdorim edhe tek hekuri, sepse më kanë pyetur. Atë ujë duhet të përdorim edhe tek hekuri. Edhe tek kush ka ekspres në shtëpi, gjithmonë atë ujë, jo ujin e çezmës direkt. Sepse ashtu bllokohet edhe hekuri, edhe ekspresi. Absolutisht. Dhe realizoj, ja themi edhe një publikut si realizohej, si e heqim mineralet ujtë, si e zhveshim nga mineralet. Atëre, e themi, sigurisht dhe më thënë me 50 gram limontoz edhe 200 ml ujë. Kaq na duhet. Aq. Do ta shkrim. Sa vetjeta. Mirë, Erdona, faleminderit shumë që na nxjerr disa këshilla. Ajo po më kërkoje për ujin e demineralizuar. Ajo thjesht neve duhet të zim ujin. Kaq. Dhe uji që shkon në kapak, duhet të mundohemi, e ke parasysh kur zihen uji dhe neve e heqim dhe bie gjithë ai uji. Ai uji është. A është pak procesi vështirë, apo? Jo, thjesht është pak procesi gjatë, por që ajo avullon direkte. Pra, e merr kapakun direkte me pjatë në dorë. Pap, direkt. Okej, shumë e thjeshtë. Dakor, mirë, Erdona, faleminderit shumë. Gjithmonë mirë pritur. Ndihmoj që ti na jep me ato këshillat e tua praktike, por që janë shumë të dobishme për ta patur shtëpinë e pastër. Një shtëpi e pastër dhe ne jemi më të lumtur rrjedhimisht. E vlerësojmë shumë për faleminderit. Dhe ti qofsh që na futën punë. Po, mirë bëre. Sot është e premte do të pushojmë, po ja, të pastrojmë kabinat tona dushit respektive. Faleminderit gjithmonë mirë pritur. Edhe kush ka ndonjë sugjerim nga kush na djeg, domethënë? Na shkruaj. Keni pyetje? Ne jemi gati t'ju përgjigjemi. Edhe kritikat i presim. Jemi presim si program, jemi shumë të dashur me kritikat. Tani, jemi në pjesën e fundit të Mesdritës. Do të ndjekim një material të cilin e ka përgatitur Megi Beshella. Dhe ajo ka bërë një ndalesë në liceun artistik. Po, për të parë
departamentin e tekstilit, se çfarë ata kanë përgatitur dhe punuar deri më tani. Një ekspoze, po themi, ku të shohim se si është ndërtuar e ardhmja dhe këtij brezit që duket që është shumë premtues. Jam i sigurt që Megi ka bërë një punë fantastike dhe ne, në qoftë të zjatëmi, bëjmë mëkat. Shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, rikthehemi në studio, me mes dritën, por me materialin e Megi Beshell. Bashkë në shihemi të hënon, ju duam shumë.